Prokuroria e posaçme ka lexuar pretencën dhe ka kërkuar dënimin me 36 vite 6 muaj burg për 8 të pandehurit e dosjes së sterilizimit. Dënimin më të lartë prokuroria kërkoi për ish-zëvendës ministrin e shëndetësisë Klodian Repaj dhe biznesmenin që fitoi tenderin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale Ilir Rapaj me 10 vite burg. Ish-zyrtari i lartë Repaj akuzohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit kriminal, ndërsa Repaj për vjedhje me pasoja të rënda në kuadër të grupit kriminal. Nëse ata do të gjenden fajtor, do të vuajnë dënimi me 6 vite 8 muaj heqje lirie, për shkak se procesi ndaj tyre është zhvilluar me gjykim të shkurtuar. Dënime me nga 2 vite 4 muaj burg SPA kërkoi edhe për ish-zyrtarët Marcela Serianaj, Sajmir Kadiu dhe Petref Mersini. Për këtë të fundit u kërkua pezullimi me burg dhe vënia në shërbim prove për 3 vitet e ardhshme. Edhe për mjekun Arben Gjata që ka qenë pjesë e anëtarëve të Komisionit të vlerësimit të ofertave, SPA kërkoi që dënimi me 1 vit e 4 muaj burg t'i konvertohet në 3 vite shërbim prove. I njëjti dënim u kërkua edhe për Genc Burazerin dhe Naile Ayazin. Për të njëjtën dosje po gjykohet i veçuar edhe ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj. Ky i fundit, ndryshe nga të pandehurit e tjerë, kërkoi gjykim të zakonshëm, teksa akuzohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit kriminal. Sipas hetimeve të SPA ka rezultuar se Ilir Beqaj, në cilësinë e ministrit të shëndetësisë dhe zëvendësi i tij Klodian Repaj, kanë fryrë kostot e shërbimit të sterilizimit me qëllim përvetësimin dhe vjedhjen e fondeve të Ministrisë së Shëndetësisë.